Pallosh, dëgjoj pak xhaxhain e oficerit të policisë që humbi jetën dje. Të merri masa se po lajmërisht rinin në natë këtë vend në dorë të kriminalëve, po sundoj kriminalët në çdo cep të Shqipërisë. Së pari, ngushëllim e familjes dhe eroi u preh në paqe. Tani e kam me Palloshin. Na akuzove se protesta është e kurdisur nga agent iranian. Ja ku e ke një agent iranian. Aty në mes të mortit, duke të shprehur me shpirtin ndërdhëm dhe zemrën e vrar, shqetësimin që e ndajmë të gjithë sot. Se vendi nuk qeveriset nga ty, por nga bandat. Dil njëherë nga zyra dhe shiko ç'bëhet vërdall. Janë mbushur rrugët me kalamaj që ngasin makina të shtrenjta dhe shpenzojnë sikur të ishin bishë e ikësh. Ku i gjejnë lekët? Te droga dhe te krimi. E teksa këta i çojnë çmimet e qerave nga 600 apo 1000 euro dhe çmimet e shtëpive nga 2000 deri në 5000 euro metri katror. I çojnë çmimet e hoteleve që pastrojnë lekët e tyre në qindra euro nata. I çojnë çmimet e restoranteve dhe plazheve private për një ditë. Sa paga e një punëtori të thjesht, ne, të thjeshtët, të ndershmit, punëtorët kokulur të këtij vendi, mendohemi mirë kur blejmë bukën, vajin, domaten apo djathin. Ai polici humbet jetën sepse e çojnë si cjapit e kasapi, teksa kriminalët sot quhen biznesmen dhe ndërtojnë pallate në mes të Tiranës me lekët e plumbave që ja zbrazën atij heroit aty dhe plot të tjerëve. Ky është pak nga realiteti i vendit tonë, që ti e drejton si kryeministër dhe 28 vite si politikan në pushtet. Protesta, e cila dhe sot do jetë më e fortë se dje, është derdhja e kupës që e ke mbushur çdo ditë, duke na vjedhur, duke na vrarë dhe duke na tallur. Agenti më i madh iranian i këtij vendi, o zoti Pallosh, je ti.